Dashi, sot dita juaj do të nisë me energji dhe dëshirë për të arritur qëllime të reja. Kur vjen fjala të puna, vendosni prioritetet dhe mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Një bisedë e rastësishme mund të sjellë një mundësi të papritur. Në aspektin e dashurisë, tregoni kujdes në komunikim, duke i dhënë kohë dhe vëmendje të dashurit tuaj. Financat tuaja duken stabil, por një shpenzim i paplanifikuar mund të lindë. Mos u shqetësoni, pasi intuita do t'ju ndihmojë të gjeni një zgjidhje të mençur. Gjeni pak kohë për veten, ndoshta me një shëtitje në natyrë që do të qetësojë mendjen dhe shpirtin. Besoni në vetvete dhe lëreni rrymën e ditës që ju udhëheq drejt gëzimit të vërtetë. Demi, sot do të ndihesh në harmoni me botën përreth teje. Energjitë pozitive do të mbështesin në çdo hap që ndërmerr. Në çështje të zemrës, është koha të shprehësh ndjenjat e tua pa hezitim. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjet ekzistuese ose të hapë dyert të reja. Në punë do të përballesh me sfida, por intuita jote do të udhëheqë drejt zgjidhjeve të mençura. Mos i injoro detajet e vogla, sepse aty fshihet sekreti i suksesit. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por të mendosh për një plan afatgjat do të jetë e dobishme. Kujdesi për shëndetin mendor është i rëndësishëm sot. Një moment relaksimi ose meditimi do të rigjenerojë shpirtin. Buzëqeshja jote është fuqia jote më e madhe. Binjakët, sot mund të ndjeni një thirrje të brendshme për të zgjeruar horizontet tuaja. Është momenti i dur për të përqafuar mundësi të reja në karrierë. Mos keni frikë të dëgjoni instinktet tuaja, sepse ato do t'ju drejtojnë drejt vendimeve të duhura. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi më të madhe me partnerin. Për ata që janë vetëm, një njëri e re mund të lindë nga një rast i papritur. Financat duken të qëndrueshme, por kujdesi ndaj shpenzimeve të vogla është i nevojshëm për të shmangur stresin e panevojshëm. Energjia e ditës është e qetë, duke ju lejuar të reflektoni mbi vetveten dhe dëshirat tuaja. Merrni kohë për të relaksuar dhe për të përjetuar gëzimin që ofron çdo moment i vogël. Gaforja. Sot, zemra juaj do të ndjejë nevojën për afërsi dhe për kujdesin nga njerëzit e dashur. Merrni kohë për një bisedë të ngrohtë me dikë të veçantë, pasi lidhjet e vjetra mund të rifreskohen dhe të marrin kuptime të reja. Në punë, një projekt që kërkon vëmendje dhe durim do të sjellë frytet e tij. Mos keni frikë të përballeni me sfida të reja, pasi intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt një zgjidhjeje të zgjuar. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Nëse ndjeheni të lodhur, një shëtitje në natyrë ose një mëngjes i qetë mund të ringjallë energjitë tuaja. Kujdesuni për veten dhe dëgjoni zemrën tuaj sot, ajo di çfarë ju duhet më shumë. Luani. Kjo ditë sjell energji të reja dhe një ndjesë rifreskuese që do të ndihmojë në ripërtëritjen e shpirtit. Në dashuri, është koha e dur për të shprehur ndjenjat e thella që ke mbajtur brenda. Një gest i vogël romantik do të sjellë afërsi dhe harmoni. Në punë, qëndro i përqendruar dhe mos lejo që një sfidë e vogël të largojë nga qëllimet e tua. Financat do të ndihen më të qëndrueshme nëse i menaxhon me kujdes, ndaj shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për trupin dhe shpirtin tënd. Një ecje e shkurtër në natyrë ose disa momente meditime do të sjellin qetësi mendore. Mos haro të marrësh frymë thellë dhe të vlerësosh momentet të vogla lumturie që bota ka për të ofruar. Virgjëresha. Sot ndjeni një energji të re që të shtyn të kujdesesh për veten me dashuri dhe për kushtim. Në punë, përgatitu për mundësi që mund të shfaqen papritur. Një qasje pozitive do të jetë qelësi i suksesit. Nëse ke një projekt në zhvillim, është dita e duhur për ta çuar përpara me guxim. Kujdesi ndaj detajeve do të shpërblejë. Në çështjet e dashurisë, dëgjoj zemrën, pasi intuita jote është e mprehtë dhe do të udhëzojë ka një vendim i rëndësishëm. Në aspektin financiar, një zgjedhje e matur do të ndihmojë për të siguruar stabilitetin. Mos haro të shijosh momentet e vogla të jetës, pasi ato përmbajnë lumturinë e vërtetë. Bëj një shëtitje në natyrë dhe lejo atmosferën të qetësojë mendjen. Peshorja. Në këtë ditë të tetorit, ndjesitë e tua thellohet për të gjetur harmoninë që kërkon. Në dashuri, zbrit në nivelin e zemrës dhe kushtoj vëmendje nevojave të partnerit. Koha ideale për një bisedë të sinqertë që do të sjellë paqe dhe mirëkuptim. Në punë, përqendrohu te detajet, sepse ato do të bëjnë diferencën. Mas lungut, por ndiq një ritëm të qëndrueshëm që të siguron sukses. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe bëj një planifikim të kujdesshëm. Shijoni momentet e vogla të përditshmërisë dhe gjeni kohë për reflektim personal. Sot, universita. Kujton se balanca është qelësi i çdo gjëje dhe kur e gjen, gjithçka tjetër bie në vend. Gëzo ditën. Akrepi.
Sot është një ditë për të përqendruar energjinë tuaj me çështjet personale. Mund të përjetoni një valë frymëzimi në punë dhe është koha ideale për të nisur projekte të reja. Shfrytëzojeni këtë moment për të ndarë idetë me bashkëpunëtarët. Në dashuri, përpiquni të jeni më të hapur dhe të ndiheni rehat në bisedat e thella me partnerin tuaj. Kur bëhet fjalë për financat, mund të ndiheni më të sigurt, por mos bëni shpenzime të mëdha pa menduar. Përcaktoni kufit për të ndjerë më të qetë. Sot, mirëndjesi e ngrohtë do t'ju përshkojë, duke ju bërë të vlerësoni bukurinë e thjeshtësisë në jetën tuaj. Fokusohuni tek gjërat që ju sjellin lumturi dhe kënaqësi shpirtërore. Shigjetari. Sot do të ndjesh një energji pozitive që do të shtyjë drejt aventurave të reja. Në aspektin e dashurisë, është koha ideale për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur për brenda. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi të papritur. Në punë, ide të freskëta do të ndihmojnë të shkëlqesh. Mos hezito të ndash vizionet e tua me kolegët, pasi mbështetja e tyre do të jetë e dobishme. Në financa, bëj zgjedhje të kujdesshme dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Intuita do të jetë aleati yt më i besueshëm sot. Merr kohë për veten dhe reflekto. Një ecje e qetë në natyrë mund të sjellë qetësi shpirtërore. Kujto se çdo përvojë të pasuron me njohuri të reja dhe të çmuara. Britsjapi. Sot ndihesh i mbushur me energji të reja dhe motivim për të përfunduar detyrat e rëndësishme. Në punë mund të hasësh në disa sfida, por qëndro i fokusuar dhe mos u dorëzo. Disa zgjidhje kreative do të ndihmojnë të kapërcesh çdo pengesë. Në fushën e dashurisë është koha ideale për të ndarë momentet e veçanta me të dashurit tuaj. Një bisedë e hapur mund të sjellë një ndjenjë të thellë afërsie. Financat duket se janë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të tregohesh i kujdesshëm me shpenzimet e vogla. Gjej kohë për të reflektuar mbi qëllimet e tua dhe për të planifikuar hapet e ardhshëm. Mos harro të shijosh momentet e qeta dhe të ndjesh bukurinë e thjeshtësisë. Ujori. Sot është dita për të dëgjuar zemrën tënde dhe për të qëndruar i hapur ndaj mundësive të reja. Në dashuri, komunikimi i qetë dhe i sinqert do të sjellë afrimin dhe mirëkuptimin. Partneri juaj mund të ketë nevojë për pak më shumë vëmendje se zakonisht, ndaj ofroj kohë dhe përkushtim. Në punë, idetë tua kreative do të shfaqen me shkëlqim dhe shefat do të vlerësojnë përpjekjet tuaja. Financa kërkon pak durim dhe kursim. Mos u nxitu në shpenzime të mëdha pa planifikim paraprak. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke marrë kohë për relaks dhe reflektim. Një shëtitje në natyrë ose disa momente meditimi mund të ofrojnë qetësi dhe inspirim të ri. Besoni në rrjedhën e ngjarjeve dhe gjithçka do të shkojë për mrekulli. Peshqit. Sot ndjenjat mund të fryen si deti në ndikimin e anës, duke të ftuar të reflektosh mbi emocionet e brendshme. Në dashuri, është koha për një bisedë thellësore me partnerin, që do t'ju ofrojë më shumë. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të ndezë shkëndijën e pasionit. Në punë, përqendrohu në detajet që të kanë shpëtuar më parë. Kjo do të sjellë rezultate të mira. Për sa i përket financave, mos bëj investime të mëdha sot. Një qasje e kujdesshme është e këshillueshme. Kujdes për shëndetin mendor, një shëtitje në natyrë do të ishte ideale për të qetësuar mendjen. Ndërsa dita përfundon, lër emocionet të rrjedhin si një lulë në heshtje, duke sjellë paqe brenda teje.